Kalimi i kohës në natyrë, qoftë edhe për pak minuta, mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në tru, duke ulur stresin, përmirësuar përqendrimin dhe qetësuar mendimet e tepërta. Këtë e tregon një studim i ri, i realizuar nga studuesit të McGill University dhe Adolfo Ibáñez University në Chile. Studuesit analizuan më shumë se 100 kërkime me imazheri të trurit nga fusha të ndryshme shkencore. Rishikimi konsiderohet një nga analizat më të plota deri më tani për mënyrën se si truri i njeriut reagon ndaj natyrës. Rezultatet janë publikuar në revistën shkencore Neuroscience and Behavioral Reviews. Sipas autores së studimit, Mar Estarelas, neuroshkenca tashmë po jep prova shkencore për atë që shumë njerëz e ndjejnë intuitivisht. Natyra ndikon pozitivisht në mirëqenien tonë mendore. Ajo thekson se këto gjetje duhet të merren parasysh edhe në politikat shëndetësore dhe në mënyrën se si planifikohen qytetet. 4 shenja të një truri më të qetë. Duke përmbledhur rezultatet e studimeve, kërkuesit identifikuan 4 reagime kryesore të trurit kur njeriu kalon kohë në natyrë. 1. Ndryshim në përpunimin shqisor. Modelet natyrore, si format fraktale që shihen te pemët apo pejzazhet, përpunohen më lehtë nga truri dhe kërkojnë më pak përpjekje mendore, krahasuar me stimujt e shumë të qyteteve dhe teknologjisë. 2. Ulje e stresit. Kur ngarkesa shqisore zvogëllohet, trupi del nga gjendja lufto ose ik. Rrahjet e zemrës ngadalsohen, frymëmarrja bëhet më e thellë dhe zonat e trurit që lidhen me rrezikun, si amigdala, bëhen më pak aktive. 3. Rikthimi i vëmendjes. Me uljen e stresit, përqendrimi i lodhshëm i përditshëm zëvendësohet nga një vëmendje më e natyrshme dhe relaksuese. 4. Qetësimi i mendimeve të përsëritura. Rrjetet e trurit që lidhen me mendimet e vazhdueshme për veten dhe shqetësimet bëhen më pak aktive, duke sjellë një ndjenjë më të madhe qetësie mendore. Çfarë do të thotë të jesh në natyrë? Sipas studiuesve, ekspozimi ndaj natyrës mund të jetë shumë i thjeshtë, një shëtitje në park, pranë detit apo një qëndrim në pyll. Edhe element të vegjël si mbajtja e bimëve në shtëpi apo shikimi i fotove të natyrës mund të kenë efekt pozitiv. Madje, sipas studimit, edhe 3 minuta në natyrë mund të sjellë ndryshime të matshme në aktivitetin e trurit. Megjithatë, përvoja më të gjata dhe më të thella japin efekte më të forta dhe më të qëndrueshme. Studiosit theksojnë se natyra ofron një lloj rivendosjeje mendore që nuk arrihet thjesht duke shmangur ekranet. Këto gjetje mbështesin idenë për qytete më të gjelbra dhe praktika të reja shëndetësore, ku edhe mjekët rekomandojnë kalimin e kohës në natyrë si pjesë të kujdesit për shëndetin mendor.